Me shumë kënaqësi për këto tema bisedoj me generalin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ish deputetin e Kuvendit të Republikës Kosovës, zotin Isem Berisha. Faleminderit shumë që erdhe sot. Faleminderit edhe juve që më keni ftuar në këtë ditë veçantë për Kosovën, po për veçanti për Gjakovën, Gjakovarën. Edhe për ne të Koshorës që jemi pjesë territoriale e komunës Gjakovës. Absolutisht. Për mua kjo e qabratit ka rëndësi sepse si fëmijë në atë kohë kam përjetuar vetë. Kështu që e ndjej emocionalisht po kështu, sikur se edhe mund ta vështrojmë dhe ta trajtojmë përmes kësaj bisede. Nëse të rinjtë e vendit tonë kanë harruar atë që ka ndodhur para 27 vjetësh. Zoti Berisha, si generali UÇK-s, si luftëtar kontributor në nivelin më thjesht të mundshëm të drejtohem, vreni nëse të rinjtë e sotëm e din, e ndjejnë, e njohin atë që ka ndodhur para 27 vjetësh? Gjatë tyre përvjetorë në këtë vjetë po flasë, duke filluar me pavarësinë, pastaj me epopejën e prekazit datat 5-6-7 mars, me oficerët e kolegjit mbrojtjes së sigurisë që mbajnë nga një ligjërat vazhdimisht në Kosovë gjatë përmbyllit ciklit shkollor tyne, majnë edhe një ligjërat teorike, po edhe praktike në njohuri rreth betejave drejt për drejta që janë zhvillu, kam pas rastin me ligjëru. Në kuptimin me ligjëru për vlerat e luftës, për luftën si fenomen, arsyet pse ato ndodhin dhe kam ligjëru po i bjen në gjitha nivelet, nga nxënësit e shkollave fillore deri tek oficerët e kolegjit mbrojtjes së sigurisë. Dhe secili kërkon qasjen e vet në mënyrën specifike për shkak të nivelit njohurive që kanë. Ajo që ishte interesante ishte ligjërimi të fëmijët. Nxënësit e shkollave të gjimnazit, që janë gjimnazë specializuar, që dhe duhet shkolla tjera këtu në kryeqendër. Dhe bashkëbisedimi me ta ka qenë mos them shumë më interesant në kuptimin e arritjes së objektivit një ligjërate, se sa bashkëbisedimi të zonë me oficerët madhor të kolegjit mbrojtjes, të cilët faktikisht në aspektin teorik e kanë konceptin se çfarë është një luftë, një betejë, vetëm se duhen ta shohin edhe se ta përjetojnë se si nga një oficer i drejt për drejt, se si shablonizmat teorik që mësohen në fushë betejë bin nga njëherë. Dhe nga njëherë bile shumë herë, sepse fushë betejë determinon sjelljen, pastaj edhe taktike dhe operative dhe profesionale të tjera. Por ajo që është më e rëndësishme është brezëri i fëmijët. Kur flet me ata dhe ju rrëfen se çfarë është lufta, pse bëhen luftat, kush popull hyn në luftë, atëherë shef se ata fëmijë fatmirësisht jetojnë në një botë lirë, në një botë paqes, por nuk e kanë idenë se si është kriju kjo botë. Ata mësojnë për evolucionet, për krijimin e tokës, për proceset natyrore, në ato librat përkatëse që kanë të bëjnë me natyrën dhe proceset fizike që ndodhin, por nuk e kanë idenë për ndërtimin e shoqërive dhe ndërtimin e lirisë, pavarësisë, shtetit, institucioneve. Nuk e kanë idenë çfarë është patriotizmi shtetëror, nuk e kanë idenë çfarë është patriotizmi kushtetues. Edhe pse e bojnë edukatën qytetare, e cilën e konsiderojnë ndoshta një lëndë shumë formale dhe të lehtë në kontekstin e lëndëve të tjera profesionale. Por unë mendoj se këtu është shkarja dhe këtu është çalimi edhe në historinë. Tash unë kam fëmijë të vegjël, të cilët tash janë rritë, kanë kaluar shkollimin fillor, por kur kanë mësuar në klasë të mos flas diku 5, ndoshta 6, dhe gjejnë librin e tij thotë dyndjet slave thotë në territorin e Dardanisë, Kosovës së sotme në Klapa, kanë ndodhur në gjysmën e dytë të shekullit 4. Dhe kjo është e pavërtetë historike. Nuk mund dëshmohet me asgjë, atë kohën kanë ekzistuar fiset gjermane, pellazgjet e lirë të këtej, po s'ka pas dyndje slave, tek mund të flasim për shekullin e 9. Kurse në Dardani është shekulli 13. 11 që i përfshin Istrën ato pjesë tjera që janë krejt Jugosllavia, domethënë Dalmatet e tjerë. Tek shekulli 13 është rënë janë Kosovë, me betejën e Kosovës e tjera. Edhe tash shifet çfarë mësojnë, edhe në librat autorët janë akademik shqiptar të Kosovës, me titull akademik. Pra, ti tash kur flet me këta fëmijë dhe ju them atyre, pse bëhen luftrat? Ka luftra për okupim territorësh, për zgjerim territorësh, por ka dhe luftra mbrojtëse. Ka dhe luftra për liri. A arsyetohet lufta? Asnjë motiv se arsyetohet lufta, sepse ona e errët e çdo lufte janë viktimat. Por kur ju futesh më thellë me ju sqaru, pse duhet luftuar? Luftohet për liri. Çka ne kupton kjo?
një popull, një njeri që vendos me luftu për liri, tregon shkallën më të lartë të vetdijes njerëzore. Që do të thotë, ai nuk pranon, ai nuk ndjet idenë me jetu i rendit dytë, i okupuar, i nënshtruar. Pra kjo është shkalla më e lartë e vetdijes, prandaj hyrja në luftë për liri, gjithmonë, është treguesi i shkallës më të lartë vetdijes njerëzore. Dhe këtë ja tregoi populli shqiptar i Kosovës. Dhe rinia do ta dinë 10 vite universitet. Dhe ne ja filluam luftën regjimit më famkeq, fatkeqësisë më të madhe të njerëzimit, që është komunizmi. Kurse në vitin 80-shën po flas, vitin 89, 90, u kriju edhe ajo si ta quja, dallëndysha e parë e pluralizmit që në Jugosllavisë flitej, se ishte regjim komunist. Dhe shqiptarët i filluan pluralizmin me regjistrimin e partisë parë demokratike dhe krijimin e disa tjerave për ta zhvilluar një pluralizëm ashtu në kupim. Sepse kjo ishte forma me cilën duhet demaskuar regjimi komunist, i cili çfarë kishte bërë. Dhe kur ja kom thonë fëmijëve këtu, shifshin çka po flet kjo, mos janë ëndra këtu. Po nuk është larg viti 90. Viti 90, hiç më larg se viti 90. Dhe ne që jemi ul mbase ju një moshë arishëm. Po unë e kam përjetu. Me u largu një popull i tërë nga puna. Kur thëm një popull, nuk më e perceptoj në rinia sotme. Edhe sigurimin derë që është, janë largu të gjithë nga puna, nga presidenti, edhe kush është tjetër më i fortë në shtet atëherë, e deri te roja, veçanërisht shqiptar, janë largu nga procesi i punës. Çfarë nën kupton kjo? Të gjithë kemi qenë pa të ardhura. Dhe kemi qenë të izoluar nga Jugoslavia dhe Serbia. Nuk kemi mujti me dalë në Gjermani bashkur dushë si dush. Kanë shpenzuar njerëz pare në atë kohë marka për me mujt me dalë me ikë pe këtujt me pështuti si me hangër buk. Jo është larguar një popull i tërë nga drejta për të shkuar në kontroll të mjeku në ambulanta, që sot shkojnë lirshëm, dhe në spitalet e Kosovës në atë kohë. Pra jemi kontrolluar në për banesa, tek shoqata Nën Tereza kanë formu mjek ton, kanë sakrifiku, dhe kanë bërë shoqatën Nën Tereza në për banesa, në për shtëpia, aty jemi kontrollu. Këto operacione që kryen sot e këto janë kryen për rrethona tmerruse, lindjet e tjera. Është larguar një kontingjent i tërë i nxënësve nga foshnjurja parashkollori e deri te universiteti në magjistratura dhe doktoratura. Janë larguar gjithë nga shkolla. Dhe kjo tash është anomali për rininë sot me thonë si ka mundësi. Dhe çfarë kemi bën? Kemi bën shtëpiat tona, kemi bën shkolla. E kemi bën amfiteatret e universitetit. Dhe aty kena mësua, aty kena marrë ligjëratat, nuk kem leju me dështu sistemi arsimor. Dhe çka kem bën tjetër? Kem bën për konceptin familja ndihmon familjen. Unë di babën tem, kur ishin të korrat, e ndante grunin, e ndante të gjitha tjerët, edhe kishin me shku ato, atëherë u përmend kjo shumë Mitrovica ose Drenica e tjera. Dhe vike dikush i mershin edhe i shpërndajshin dhe familjet nevojë në gjone tjera, sepse kjo zonë... Pa njohur, pa i ditur. Pa njohur, kur s'kem ditë ku shkojnë. Vesh familje që kanë nevojë, se i kanë nxjerr nga minieret, kjo pjesë kanë qenë kryesisht minier fabrika, dhe ka shku ushqimi, veç e kanë dalë, kjo ka me shku për familjet që kanë nevojë. E kem dalë vetëm as sa duhet për familjen mi majt, bile nuk ka dalë din fon asherë, unë e di vetën që shimi ashtu. Pra, ky popull tani duhet me e kuptu, se kjo ka qenë gjendja që kemi pas atëherë. Dhe çfarë ka ndodhur? Kush bëri që të bëhet ky revolucion dhe ky popull shpërthej ditë në luftë? Vetdia, jo trimnia. Se trimnia është po se po, guximi personal është pjesë e vlerave të një ta quaj një ushtarok ose një qytetar i devotshëm të një shteti. Krahas nderit, që duhet ta kesh nderit jep sakrifica për çdo gjë që bën jetë. Detyrë dhe është përkushtimi përgjegjësia ndaj saj. Besnikëria ndaj dheut ton, popullit ton, familjes tonë. Asaj që quhen të ideal tonë. Integriteti që duhet të kesh integritet për të bërë edhe një luftë që është nevoja. Dhe guximi profesional që ka pasur shtrak ky vend, ka pas mjek ky vend, ka pas të gjithë janë vunë shërbim të kësaj. Mësues tonë kanë organizuar ato, janë heroj me ditar në dorë. Mjekët janë heroj me mantel të bardhë. Dhe të gjithë organizuan dhe mbijetuan në atë sakrificë të madhe. Po kush e pati rolin kryesor, ne mos me u dorëzu për shkak të bukës gojës. Mërgata jonë. Mërgata ka qenë qendra operative dhe logjistike që ka shpëtu popullin e Kosovës pa ju nënshtruar Miloševićit për bukë të gojës, jo për shkolla, për shëndetësie, për kutatione. Për bukë të gojës.
Remitjencat e tyre na kanë marrë gjallë, kanë marrë arsimin, kanë marrë shëndetësinë dhe një ditë e krijuan bazën logjistike me bazë luftën. Pra, kush po i luftojnë? Ata që kanë shkallën më të lartë dhe dijet që jetojnë në robëri. Pse fillon lufta? Sepse dikush ti ka cenu liri dhe drejtat tua. Kjo ka qenë Kosova. E viteve tona. Kjo është Kosova që gëzojnë brezat e ri, që janë lindë dhe po rriten liri. Këta kanë detyrën me çu përpara me zhvillu këtë vend. Ne kem kry misionin ton. Kush kem mujt, kem kontribu dhe kontribuaj mende. Sepse do të thotë se pse kem jetu luftën edhe kem harxhu misionin. Do të vazhdoj. Shife, 3 gjërave nuk u dalet borxhit kur thonë pris fetar. Zotit që të ka kriju, prindërve që çka do që sakrifikon ti. Ata të kanë bë ty dhe atë dheut. Ja ka thonë familja Adem Jasharit 56 antar, sot janë 75. Dhe prapë do t'japin atë dheut, i 5 deklaratat e tyre. Sa herë na thirr, rrezikohet Kosova na jemi aty. Në çfarë do qoftë pozite? Por jo në kombinime politike. Kjo është madhështia e familjeve që kanë vlera kombinatën tabani i kombit. Dhe këto familje realisht kanë Kosovë. Ka shumë Kosovë. As luftarë sa ka pas, as familje patriotike atëtare ka. Sepse ndryshe nuk ka pas si bëhet lufta. E tani të them kontestin e ditës sotme. Duhet çdo ditë e luftës Kosovës është një histori në veti. Por sot është ditë e veçantë për Gjakovën. Shife, Gjakova është sinonim i kulturës, i identitetit kombëtar. Gjakova është sinonim i sakrificës për vlera të kombit. Prandaj, jo rastisht Gjakova ishte edhe vatra ku u bën masakrat më të mëdha. Jo rastisht edhe brenda qyteteve u provun ato djem gjakovar të prirën nga burrat mëdhaj. Ti e ke historinë tonë, ti e ke rrëfimin tonë. Ti e ke rrëfimin e veçantë me njeriu që unë e kam të veçantë në aspektin akademik dhe politik të organizimeve në atë botë. Profesor Bardhyl Çavushi, i cili na ka mbajt ligjërata në fakultetin juridik dhe ta them një diçka, nuk e di të s'ke pas moshën edhe as profesionin. 10 vjeçar am që në atë kohë. Ne jemi të fundit që jemi përshëndetur. Por kur vinte profesori në amfiteatr, se në një vit na ka rënë me mbajt ligjërata në amfiteatr, vitin e dytë na kanë nxjerr. 400 veti mente amfiteatri i madh i fakultetit juridik. Aty boshin 800.000 si zëntes holla. Veç me ndigju tek ligjëronte. Nuk ishte taj fokusi në përmbajtjen e ligjëratës. Ligjëratën ta zbërthente shumë thjesht. Ata kujtojnë një temë. Ishte kompenzacio, një drejtë, kontratë, kështu që mësohet në drejtë normale. Shife thot, këtu ka 100 faqe, po ka dhe libra të tërë për këtë temë. Unë po ja u ilustroj thjesht. Kompenzacio, kompenzimi do të thotë, ke parët bërgjë. Si ke parët me dhanë, me mi dhanë, më jep qerën me kalë. Kjo është kompenzacio. Ju lexoni pastaj, ju jeni më tafë se profesori. Dhe vazhdon të ligjërata tema tjera. Temat ishin gjitha motivim për gjendjen në cilën ndodheshim dhe çka duhet bërë, si duhet me shpërthy, po me vetdije. Pra, gjitha ishin motivime për një luftë për shtrim. Dhe ti e ke rrëfimin tonë, sepse ai ka qenë figura kyçe e organizimit gjithë rinisë gjakovare në këtë periudhë lufte. Dhe pikërisht në ditën e sotme është shënohet edhe ajo që quhet Betejë e Çabratit, një synim i forcave serbe për një hakmarrje dhe një eliminim e cilës do bërtham të luftarëve që kanë operuar atje. Tash kjo periudhë lidhet me Betejën e Kosharës. Dhe Betejë e Kosharës pati një impakt fuqishëm, një tronditje të madhe për forcat serbe, sepse në armata e tretë, apo korpusi i Prishtinës, në krye me Lazarevićin dhe 5 general tjerë, Pavković, Delić, tash s'po vijnë emrat e tyre, por 5 general llogarit sa oficer të kategorive tjera kanë qenë përballë nesh. Dhe ne kemi demoluar, kemi nxjerrë jashtë strukturë, kemi nxjerrë jashtë sistemit, kemi dominuar luftë me ta. Tash çfarë kanë bërë? U kthyen me eliminuar njësitë brenda vendit. Në këtë periudhë njëjtë fletë edhe Ramosh Haradini thotë në Dushkaj thotë jemi rrethuar në gjithë anët. Edhe tregon edhe sasi municionit. Ishte gjendje të tmerrshme me ndëgju një komandant zonën, një luftar të fuqishëm, me sa municion kishte ngelë ishte rrethuar në gjitha drejtimet. Njëjtë ndodhi me Gjakovën, njëjtë ndodhi me gjitha zonat tjera. Prandaj Kosharja krijoi një frym, një çarje në atë strukturë ushtarake të Serbisë në territor dhe një detyrim orientu ka Kosharja. Dhe orientimi ka Kosharja krijonte frymëmarrje për njësitë brenda territorit. Serbia nuk e ka fituar asnjë luftë. Mbani mend, në historinë e luftrave të popullit serb të suportuar nga Rusia, asnjëherë nuk kanë fituar luftë. Pse mbahen mend atëherë do të shtrohet pyetja? Sepse këta kanë kryer masakra në popullsi civile. Këta
këta nuk kanë pas si merren me luftarët dhe janë hakmarrë popullsisë civile. Këta bën edhe në Gjakov, këta pretenduan edhe në betejën e Çabratit. Dhe unë kam dëshirë që ti me thonë vetë madhështinë e profesor Çavushit që du me përmes ti me identifiku këtë luftarët e atyre njësive që kanë operu në Gjakov dhe në Çabrat në ditën e sotme pikërisht, me thonë edhe madhështinë e ti kur e një hynë rrëthem. Kur dëshëm të largohemi nga aty, profesori Çavushi na përshëndeti gjithëve veç e veç edhe na tha ju largohuni se jeni civil, se po ju zunë me mua nuk është mirë. Shef ko madhështia një burrit madh. E një burr që nuk krijohet lehtë. Duhen vite me investu në te në aspektin akademik me nxirr. Në momente kritike për vendit, këtë duhet prandaj e desha këtë fjalë nga ty. Me ilustru se Bardhyl Çavushi nuk ka hi për trim në luftë, por me njëri me vetdije, se vetëm përmes luftës kemi arrit atë që quhet liri, që na jep dinitet me jetu sa të lirë. Këtu qëndron madhështia profesor Çavushit. Këto janë shembujt e shumë profesor Bardhyla që ka në për Kosovë, oficerë luftar që kanë tregu me këso shembuj se cila është madhështia kësaj lufte dhe kjo është vlera, ky është themeli mbi të cilën na ndërtojmë identitetin tonë, edhe shtetëror, edhe njerëzor. Megjithatë kemi pasur gjykime të ish-krerëve të UÇK-s, kemi pasur zotin Haradinaj që shkoi u kthye mirë dhe tash rastin e fundit në këtë gjykimin në Hag të 4-shës së UÇK-s prirë nga zoti Thaçi, njëkohësisht edhe ish president i vendit, apo e dëmtojnë UÇK-n në memorin kolektive të popullit të Kosovës këto procese, përtej çështjeve ligjore, historike, shtetërore të tjera, por po më intereson pikpamja juaj nëse këto procese gjyqësore dhe veçanërisht ky i fundit a kanë ndikim në vetdijen popullore, memorin popullore për UÇK-n. Tani kemi një situatë të rënduar, kemi një situatë jo të favorshme. Sepse jemi një popull që nuk kem sistem vlerash. Kur them sistem vlerash, do duhet të ishte i kodifikuar me ligj. Çka vlerë që ndron në pjedestalin më të lartë, siç e thash, të kombi amerikan është nderi, dhe çka vlerë subordinohet pastaj në hierarki dhe kodifikohen me ligj. Pra mos mbrojtja me ligj le hapësirë për interpretime, veprime të cilat e dëmtojnë atë që qëndron në themelin e vetë shtetit dhe identitetit tonë, por atë që është imazhi ynë. A është ajo që na jep nder, ajo është ushtria shqiptare të Kosovës dhe lufta për liri. Kjo jep nder secilit shqiptar. Prandaj do qëndron mbi pjedestalin më të lartë të nderi. Pastaj janë detyrat e përgjegjësitë tjera. Çfarë po ndodh? Vërtet ka qenë një strukturë e vogël ose masë e vogël në përqindje e përfshirë luftë. Por në historinë e luftrave të popujt madh dëtar kanë shku deri në 4%. Ne kemi qenë fatkeqësisht 0.28% e 2 milionëve. Por dhe fatmirësisht njëkohësisht. Pse? Sepse në aspektin taktik sa më shumë grumbullon ushtarën në pozicion luftimi bën objektiv më i lehtë për goditjet armikut. Në këtë sens, mirë që një strukturë më e vogël e ka nisur luftën për liri, pastaj tu i falenderu mençurisë se politikanëve të kohës, liderëve të kohës që kanë drejtu çështjen e Kosovës, si çështjen e shqiptarëve kanë sensibilizuar krejt botën me të, patëm mbështetjen e aleatëve më të fuqishëm në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fituam lirim. Kjo është formula. Dhe këtu dedikohet falënderimit të Zotit, të ushtria shqiptare të Kosovës dhe NATO apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky triname ka shpëtuar Kosovën dhe ne sot jemi shtet. Ky e garanton sot. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e garantojnë sot. Kështu që jemi në situatën kur ne nuk po arrijmë të krijojmë atë sistem dhe të shohim kush qëndron në këtë pjedestal. Dhe pas një dyshim që qëndron në lufta dhe ushtria shqiptare e Kosovës. Pas një dyshim. Si kontingjent që kanë treguar vetdijen më të lartë, si kontingjent profesor Bardhyl Çavusha. Nuk ka qenë ai njeri se hin luftë për trimnis. Ai ka qenë njeri me grada shkencore, një njeri që ka pas vetdije dhe thash ligjëratat e tij kanë pas pjesën ligjërate akademike po temën, po pastaj kanë qenë motivime për tema tjera, të cilët disa kem kuptuar, disa jo. Prandaj edhe ka pas një UÇK selektive, argjimtar që ka qenë vit 2 e ka marrë vesh këtë temë. Dhe ka një fjalëm që thotë do ta vazhdojmë me pushkë. Ne ditë do të përballemi. Nuk e ka bëu asaj për trimnis. Por ka kuptuar misionin që po na ligjërojnë nivelet akademike. E tash, jemi në një situatë kur me shkrime autoriale,
me studime, në emër të do OJQ-ve, do fondeve, janë bërë shkrimet të cilat, ku e keni pa ish kryetarin aksidental të kuvendit, në atë shkrimin autorial që ishte me disa autorë bulgara, Macedonë që ishin. Dhe faktikisht ja tablojnë, ja faturojnë të gjitha pretendimet e Dick Martit, ushtrisë shqiptare të Kosovës si në ndërmarrje përbashkët kriminale. Ose deklaratat e këshilltarit të kryeministrit aktual që thot UÇK ka vrarë fëmijë, ka vrarë diku 1.000 dhe Vučići në Hag, në Këshillin e Sigurimit të Kombëve Bashkuar në Asambletje, tha nuk po them ne, tha, po thonë tha vet, shqiptarët se kanë bërë krime. Ose më vonë deklaratat një pas njëshme anë nga ajo për t'i parë propagandave, pastaj për dënimet përjetshme. Pra, këtu janë deklarata, këtu janë opinione që dëmtojnë imazhin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këto ofendojnë gjakun atyre që kanë dhënë jetën për liri, ofendojnë neve që jemi gjallë dhe jemi pjesë asaj lavdie dhe sakrifice, prandaj dhe janë të patolerueshme. Nuk duhet as media as shoqëria ti tolerojë këto. Fatkeqësisht këto po ndodhin. Çfarë tjetër? Po pse ndodhin? Po shifet, tash lajthitja, mungesa informacionit në një moment caktuar. Unë mendoj se është një lajthitje e qëllimshme për përfitime të momentit, sepse unë thash sa jemi kanë përqind luftë. Na mund të jemi 10%, po edhe një 40% që ka përjetu luftën. Mirë po ka qenë 60% se as se ka dashur, as se ka përkrah luftën. Dhe tani në vend se ta respektojnë si vlerë sublimet kombit vet, të identitetit vet, e luftojnë. E luftojnë sepse ndjen të kompleksuar në raport me te. Dhe para sa ditësh ishte një deklaratë shumë skandaloze, të cilin unë mendoj se ai personi që as që e kom ditë se kush ka qenë, të rregoj drejt, atë botë kur ka lexuar se kur e lexojmë në parë se ai ishte një mesazh që ja çoi dikush. Ja përcjell dikush edhe më nxjerr lexoj, se kështu reagohet në tekstet huaja ato. Unë kam përvojat e mia ato tema. Edhe ishte një diçka shumë ult. Prandaj familje të mëdha, familje me identitet kombëtar, familje që kanë kredi në lavdinë dhe historinë e kombit, duhet të mbajnë kontroll edhe përfaqësues të tyre kur ata integrohen në institucione dhe bëjnë politika të larta të shtetit. Pse? Duhet t'ja bëjnë ditur gjithmonë në referencat e familjes, sepse Kosovën në fundit individët e bëjnë familjen, familjet e bëjnë kombin. Dhe aty është edhe shpëtimi i kombit. Në këto familjet mëdha që ditën e dhanë provimin para kombit. Merre familjen Jashari, merre familjet atje që janë mbiemrat Lushtaku, Geci dhe familjet tjera, mbiemra tjerë, Morina tjera, Ahmeti, Delia. Këto janë familje që i kena ndëgjuar në përkongën në historinë tonë që s'është shkruar asnjëherë për shkak të represionit komunist. Pra, nuk guxojmë të lejojmë që trit që integrohen në procese politike të marrin një kurs politik sipas preferencave ose të binë lajthitjen e atyre që kazon. Lëvizja vetëvendosje i ka kthy këto qëndrime politike në bosht politikës vet. I ka në filozofitë e politikës vet. Anathemimin e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe me çdo veprim i kanë lënë vetëm ata në Hag. Ju dini kur kam ngritë çështjen e mbështetjes nga niveli presidentit dhe kryeministrit të drejtës kërkesës tyre për të mbrojtur në lirinë e shtetit tret dhe ofruan Kroacia, ofroi Gjermania, Austria, Izraeli, shumë shtete. Dhe po ti heshtje bon luftë. Dërguan gazetarët Birnit në Sisak në Kroaci me pyet presidentin kroat, a do ta pranoni ju Hashim Thaçin siç ka bërë për Gruevskën, i cili ka ikë, si u infiltru në rrjete të tjera në Hungari. Sa jo na ashtu s'mundet. Edhe normal që s'mundet. Se mas pari Hashim Thaçi nuk ishte liri për me ikë, mund marr azel në Kroaci, por ishte në burg. Dhe kërkesa për mbrojtje në lirinë e shtetit tret është e logjikshme e arsyeshme. Vetëm duhet një notë nga institucionet e Kosovës. I lanë vetëm edhe kur ishin pyetje buxheti, ja u përmendin disa ora është vendim parlamenti ai. Dhe me këto krijuan një frym anti-ushtrisë shqiptare të Kosovës, anti-kujt, anti-identitetit ton, anti-themeleve të shtetit. Cila është vlera që duhet ta prezantojmë në para botës, mbi të cilën na ndërtuam identitet, përveç luftës tonë drejt për liri. Po çka nëse ata dënohen mbi pretendimet e Dick Martit si ndërmarrje përbashkët kriminale? Çka do thotë kjo për Kosovën? A fitu liria nga kjo ndërmarrje përbashkët kriminale dhe mbështetja e aleatëve e Amerikës. Atëherë,
Në qoftë se në 2010 këta e kontestu një herë pavarësinë e Kosovës dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë tha nuk është ndesh me drejtën ndërkombëtare. Po doli një vendim denus për këta që mbahen sot në Hag. Dhe vendimi denus është në raport me pretendimet e Dikmardit, raportit që ka miratu Këshilli i Evropës, e që është në pretencën e akuzës në dhomat e specializuara. Është ndërmarrje përbashkët kriminale, trafikim organesh kutadione. Pra, nëse ne denuemi si këta, si liderët një organizate në ndërmarrjet përbashkët kriminale, po pavarësia jonë është kriminale. Po ai hap të drejtën kjo Serbisë prapë me çun gjykatë ndërkombëtare drejtësisë mi thonë, hey, e keni shkatruar një shtet për me organizuar një shtet mbi një vepër të një organizate kriminale, ai bën çështu. Prandaj ne duhet të qenë vetëdijshëm kur flasim publik, se çfarë po them. Ti lajmi natet personale, familjare, grupore, çfarë kem na në këto primitivizmat tradicional. Ato i sharojmë mes vete. Por kur në pyetje Kosova dhe interesi i kombit, ne duhet të jemi në një gjumë, të jemi të unifikuar. E kjo është fatkeqësia që s'pondohet në Kosovë, e këtë frymë të përçarjes e ka instaluar pikërisht kjo formë e qeverisjes. Këtë polarizim shoqëror, këtë etiketim, sot pa asnjë fije turpi, ka ndërtuar një rrjet atje një qendër informacioni, kanë investuar diku 26 milion te, kanë kriju këso profile që po t'i analizoni futun, i kanë futit do ekspert, gjithë dalin me profile IP kur i lypin. Dalin këtë bulgar, shtetet arabe e tjera, pra s'kan të bëjnë me Kosovën, por thjesht janë për të degraduar çdo vlerë. Imagjinoni fyet Rifat Jashari që shkon ndarshëm të një hero. Ndarshëm të vëllezërit Haradini, të Ramush Haradini. Thyet pse shkon ndarshëm të Ramush Haradini. Çka i kanë nxit këto tensione edhe në raport me njerëzit edhe familjet që kanë dhënë kontribut të madh deri në jetë për Kosovën? Çka i nxit? Është kjo fryma që po komentohet si armiqësore e politikës së Kosovës sot? Tani këtu kontribuojnë shumë se gjëra. Puna e parë, baza e parë, në thash sistemi i vlera dhe ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës. Unë nuk tham për mbrojtjen e individit, i Serbisë. Por asaj që quhet vlerë, që ajo është ushtria shqiptare të Kosovës dhe lufta jonë për liri. Këto duhet mbrohen me ligj. Këto nuk guxojnë të fyhen. Sepse po fyjmë identitetin tonë. Lorik nuk e di tash në shkollë, të së di çfarë moshi, por unë e mbaj mend kur luajshim në klasë në ato në tabel, e bëjshim rrethin 10-shin, pastaj 9, 8, sikur tabelat e çitjes. Me shkumës kishim e godit 10-shin. Po mbi ato gjithmonë ka qenë fotografia Shokotita. Me bëmë të shkumë si në fotografi Shokotita. Taj ke drejtë me familje, me krejtë. Imagjina, po une nuk jam për atë formë totalitare, sa i kanë regjim komunist. Me posot me fyti vlerën tonë, që të ka liru pikërisht nga regjimi që ati partitos. Me fy në këtë nivel, kjo s'është e ndershme. Kjo si bën deras familjeve të mëdha të kombit. Që nuk mund të shkruhet historia pa mbiemrat e tyre. O kupton? Prandaj këtu kemi të bëjmë me mungesën e ligjit 1, edukimit në shkolla 2, dhe frymën politike që ka ndërtuar klasa politike. Nuk mundesh me prit ti qëndrim uniform sa i përket vlerat luftës, kur kryeministri dhe këshilltari i tij, Shkelzen Gashi, që kishte bënë atë ekspozitën. Ishin para derës qeverisë lashtë publike. Janë para dyrëve të qeverisë të objektit, unë i di saktë ku janë. Tha i thot, UÇK-ja ka kryer krime, ka vrarë diku mbi 1000 civile, fëmijë të tjerë serb. Dhe kryeministri kthehet, ja, ku është Shkelzen Gashi, nuk është në përpodromat të prokurorive, as në për këto të policisë, as në korridoret të prokurorisë, por është në zyrën time, këshilltar. Dhe çaj 51% që e votuan që të kryeministër. A do ta ushqejnë, a do të inspirohen nga i njëjti mendim? Me një përjashtim, as po thon tonë se ka njerëz të mirë, bile elektorati janë rinia, njerëz që kanë besu, kanë mendu, ne kanë besu në atë ndryshimin që ka ofruar. Sepse propaganda e fuqishme krijoi përshtypjen se këtu është gjithçka shkatrim. Dhe dikush janë eksponent e shkatrimit, ish komandant e luftës. Se di cila është logjika e Lorik. Një burr i Deçanit po më thotë, "Or komandant, si u bë than pej, tha, kujt është shtëpia mallar tha Ismailit." Tash mu më asocioj me nickname të Ramushit, se e ka marrë tagjës vet. Dalet pesë një punë benzinë, tha kujna Ismailit, Deçan Ismailit, në Gjakur shtëpia mallar Ismailit. Tha Ismailit, thash pse bre profesor, apo atë qef me kanë e Jovanit, e Draganit, e Milanit, e Zorranit, apo të pengojnë si janë të luftarëve të UÇK-s. Imagjino, këta e kanë instaluar në këta qytetarë. Se këta, si e thosht ai që ka këtë orka që mbikëqyrë dhe sistemi arsimor. Imagjino çfarë skandaliteti ka këtë në sistemin tonë. Thoshte këta nuk kanë luftuar me shtruar Kosovën.
por me marë pushtetin, mirë, por me qenë zinë pushtet kanë qenë sërt, i kanë largu, ata janë ardhet. Faktikisht, thot, UÇK-ja ka zëvendësu Serbin. Kështu i bje logjika thjesht e interpretimit të atij tipit, që s'po dua se emrat më përmend. Edhe tash ti dikush me mbështet këtë frymë, po do të më ndje për turp, para historisë, para zotit të historisë, se për sot në popull shitet një term, çfarë do që ta përdorim? A ndryshon? Ose dalin të gjithë këta ku ti bëjsh bashk, krye ideologi tyre, edhe kryeministi, edhe këtij kontingjentit e shallonit që i shkon mbrapa. Ushtria shqiptare s'ka qenë shërimtare. E çfarë pas ka qenë atë sipas të emër zotni? Ndërmarrje për bashkët kriminale. Këtë e ushqen zoti Surroj, si krye këshilltari për negociata i A Kurtit. ndryshon në këtë fushat ndonjë gjë që të edhe ta përmbyllim bisedën? Apo do të jetë kështu e tensionuar sikur se ka filluar? Unë jam i mendimit se qytetarët e Kosovës kanë pas kohë mjaftueshme me lexu kush çka është dhe sa është. Na kanë pa të gjithëve. Që nga lufta, në liri, kur jemi bërë shteti pavarur, kur kemi qeverisë. Nuk përjashtohet se njerëzit tani unë jam larg kësaj logjikës se koka krejt e Smajlit. Se kush koka me qenë pronari këtyre pasurive të Kosovës sot? Kush duhet jetë? Apo i dojnë mi këtu jovanet e drgoneta? Apo ju jetë marak pëse në atë kafen e ati Zoranit, zdel Zorania, ose në Çagllavice e tjera që ku i kanë sota? Jo më zotni, qëta djemë të Kosovës kanë mi bo prona. E tashti, kush nuk ka që ka dëshiran, ka as sa meriton. Ta shtrot pyetja, po sa meriton se Berisha? As sa angazhohet. As sa angazhohet. Apo kupton? Edhe të gjithë e kemi pas të drejtën më angazhu. Nuk e përjashtojnë format korruptive. Po ja ku në organet e drejtësisë. S'ke nevojë me helmu, me toksifiku ambientin ti, me helmu njerëzit, me mendime të errta ndaj raport me kënd. Përfaqësues të asaj që quhet sot liri dhe shteti i Kosovës. Me ata që në Hag, me ne që jemi gjallë. Merë me mend ti thuhet Bereta Kaltër Hysén Berishës në gjanë me ngjyrën e automjeteve të policisë Serbisë. Imagjino. Bereta Kaltër jam është të trupave komando të Shqipërisë. Ku unë kam bërë trajnime atë kohë, dhe unë kam hyrë luftë me uniformë tyre. Mos dash me hek do shenjë, do se implikojsha Shqipërinë, oficerët e Shqipërisë. Sot gjejnë forcë me thonë edhe këtë fjalë. Një beret që është mit për Serbinë, është terror për të merë ka qenë. Jënë kompleksu për i saj. Sot e interpretojnë edhe këtë formë. Por kjo të tregon degradimin e nivelit njerëzor, e të menduarit, e kodit gjenetik familjar. Dhe familjet duhet të luftojnë ndaj këtyre shpërfaqeve. Të ruajnë fëmijët nga këto trende. Prandaj, unë çka pres? Populli ka lexuar, ka pa kush janë vlerat. Kush janë antivlerat? Kush e solli këtë paknasi, le del dikur të më thotë, jam i kënaqur me situatën në Kosovë sot. Le del veç një të më thotë, po unë jam i kënaqur me aspektin ekonomik, social, politik, sigurisë, diplomacisë, veç le të më thotë një, të forcës, policisë, po janë gjendje të mërshme. Na merrem baza ditore i monitorojmë. Populli thjesht s'ka kohë me mendu, sepse kjo është logjika e udhëheqjeve të majta që u bazohen në propagandë dhe instalojnë teknokraci. Sondim, diktat, komesar, kontroll, tjetës. Dhe populli tani e ka lexuar se kush janë përfaqësues të vlerat vërteta, dhe unë mendoj se është koha në të gjithë subjekt politik dhe në institucionet e Kosovës, qytetarët me votë ti kthejnë vlerat. Vlerat kthehen përmes përfaqësuesve të atyre vlerave, përmes atyre që i përfaqësojnë ato vlera, dhe që janë dëshmu. Nuk bëhet more, se këtu këtu në kapi institucionet lërik. Se me marti Hysén Berishës mja bo atë farë që a i thojnë aplikacionin e Agjencionin Antikorrupsion. Edhe mja qitë atje shifrat se o bo milioner, e më shkru pas taj komente. Ky o bo milioner se ka marrë këtu, ka bo këto, ka bo këto. Pa u marrë fare me jetën tonë reale, me na pa ku jetojmë, si jetojmë. Po kjo është rrezikshme, sepse ti po i lufton eksponentët që përfaqësojnë ato vlera. Ti nuk e lufton Hysén Berishën, se prapa Hysén Berishës janë edhe janë 1800 djemë që kanë luftuar në bashkë me te. Është një koshar, është një histori, që Serbia sot po mundohet para botës me sqaru me thonë, na kanë sulmuar edhe Amerika, 7.000 trupa thot, po 7.000 trupa si më konë kretu që keja. Ajo thot në koshare. 3-4.000 na kanë sulmuar ditën e parë, 256 vjet, asnjë mo. Dhe ti kur e godet qiton, i thu, vereta ti është në ngjyra e kerrëve të policisë, çfarë ke thonë me këtë fjalë?
Apo del Vučići pastaj thot, jo mos po thonë ne kanë bërë krime, po thonë vetë shqiptarë, çfarë poshtë atje. Shqiptarët e kryeministit. Prandaj është koha që të kthehen vlerat. Qytetarët janë në investime me fyn fushat elektorale, ti ato 10 ditëshin. Qytetarët e kanë momentin me bën ndryshimin. Është koha të shemet kjo piramid e polarizime përçarjeve, përplasjeve, e fyrjes së çdo vlere të këtij kombi. Nuk mund të çndron Kosova nëse i cënohen themelet e saj. E në ato themele ka luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe të këtyre burrave, ore për çdo penalitet. Na jemi parimi i ligjshmërisë na ka mësuar profesorat tonë juridik, vlen për secilin. Që ne kupton, të gjithë barabartë para ligjit. Një denoncim polici dhe që edhe i separishën polici. E shqyrton gjykata edhe që të pastër ose jo, si t'i qiti Haga Haradinajt, që këta i quajnë kriminal, si do t'i qetë nestra, këtë thaqin edhe të tjere që në Hagë, që këta e kemur deklaratën e kryeministrit, trupës diplomatike në kuvend, se po marrin deklaratën e këtij djalit, kjo është e fundit, dhe e lexoj ai Miran se ja çoj dikush. Se fundi ai vjen nga një familje që ka kontributin e vet në kombën atë, në luftën liri. Kjo është e fundit, e mjerueshme. Po ki Albin Kurti që thirrë trupët diplomatike, këta prapa me janë kriminal, e kanë vendin në burg. Ju e dini për krimet e tyre, kështu ju thot. E ki kryetarës ose presidentes aktuale, ju jeni kriminal në burg. Mua që më ka thonë, duhet me të analu me fol me ligj. Ku i kam thonë se eja, zrita harë, që s'pis barni. E që plakën me protestue. Ja ka thonë këtë vesel, kemi protestu. Ku jemi sot me dialogun, ku jemi sot me raport me Serbinë? Tërë marrëveshja që kemi pretenduar me mbyll me një marrëveshje finale është këtu një marrëveshje teknike. Pra, sot Kosovë, Shqipe, faktorët ndërkombëtarës nuk po shef me gjithë zgjidhje, po vendos stabilitetin mbi drejtsinë. Kjo është pretendimi. Po menaxhojnë krizën, Kosova s'ka nevojë të menaxhohet nga krizat. Por ti menaxhoj ato. Po ku mundësia? Një strategji e qartë me objektiva të qarta për me arrit objektivin politik që kemi marrëveshjen finale ndarim në Serbinë. Prandaj qytetarët e kanë dorë me votë t'i kthejnë vlerat në institucione dhe në shtet. Dhe këto vlera kthehen përmes përfaqësuesve të këtyre vlerave, jo atyre që i denigrojnë të vlera. Generali Sëm Berisha, ish deputet i Kuvendit të Kosovës, Leonidas i famshëm kishte më pak se 300. Rreth 300, ju më pak se 300. Ai më gjithë aty u shtyp, ju e thyt një kufi. Faleminderit shumë që sot erdhët në këtë emision. Faleminderit edhe juve për kujtimin e kësaj dite. Lavdi gjithë atyre që kanë dhënë jetën këtë ditë çdo ditë për lirinë e Kosovës, në veçanti në Kurajem, për nonat gjakovare, për humbjet e mëdha të tyre, për gjithë ata që kanë sakrifikuar në betejën e Qabratit. E di si shumë as i komandant tash shokmi tash kanë më thonë pse ti më fol, unë duhet më fol sepse unë prej Kosharës ju kam pa dhe juve të luftuar dhe kam ndërhy ndaj forca serbe për me shpëtu pak a shumë. Pas pak flas edhe me ish komandantin e brigadës 137 Gjakova Agron Kryziun. Kështu që do të flasim edhe në atë nivel direkt Gjakovës. Shumë faleminderit Nacia ime madhe që u takuam.